Kam dek nga e perspektive dhe nga perspektive e një iraniane, se pa shumë bën fatikisht, thanë që je një nga islamistët, një nga iraniane që ka artë. Islamist autokton Tiranës. Tiranës autokton, islamist, që duket që e kombinim. Po, e kam dek e për te që është beti, e kam dek si një shkëndi shprese, që ky vend e ka si ujtë e pakët, pra ku pasim e qenë, se pasim di që e pasim pas këtë zjarë nga mrena. Me thonë drejtën, kështu që na ka motivu të gjithë dhe unë i bashkohem me asaj që kjo protest na ka ridimensionune si popull. Pra na ka tregu si popull jashtëzakonisht qytetërum, si popull që nuk është i vdek nga ana shpirtënore, pra di me reagu kur gjëra si shkojnë mirë. Ka paraqit figurën e Edi Ramës ndërkombëtarisht, ai kishte krijuar një kala beteje, sikur imazhi i tij ndërkombëtarisht është i vetmi që mund t'ia rrisë emrin kësaj Shqipërie. Ishte i vetmi njeri dhe për këtë e ka luftuar shumë. Imazhi i tij sot ndërkombëtar është i shkatërruar. Nuk ka të madhe të vogël që nuk e njeh Edi Ramën për çfarë është realisht, thjesht një satrap oriental, thellësisht i korruptuar, i cili e ka fut këtë vend në një batak jashtëzakonisht të rrezikshëm. Ashtu siç është. Siç është realisht. Pra kjo është ai sot ka imazhin që meriton të ketë në botë. Protesta në gjykimin tim duke pas këtë larminë e madhe si tur zonës gri, aty ka të djathtë, të majtë, aty ka dhe parti që konsideron edhe marksist, për shumë, se është Lëvizja Bashkë, apo jo, që quhen si tillë, ka të djathtë si Zoti Shehaj, Lëvizje, pra ka një larmi të madhe ideologjike brenda kësaj proteste, e cila është sa pozitive, sepse deri diku i ka bashkuar njerëzit dhe thonë që okay, jemi bashkë deri kur dorëheqja e këtij na ndaj. Pra është kriju si slogan. Aq mund të jetë edhe negative për shkak se krijohen këto pakënaqësitë. Pra detyrohet rryma që nuk kanë shumë mirë dhe me tjetën të bashkohen me ato ngërçet që mund të krijohet ngërçet edhe me opozitën. Të jemi sinqertë